Shëndetje të nderuar shikues, shqiptar, kudo që jeni, mirë se erdhët në podcastin tim Zëri i Mallit dhe Sakrificës. Me mua sonte është Aleksandër Ziso. Aleksandër, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm dhe faleminderit për ftesën dhe suksese për podcastin tuaj, që është kaq interesante edhe suksese në këtë. Faleminderit që gjete kohë, para se të fillojmë ne njihemi që sa vite dhe do të jetë padyshim që interesante dhe duhet ta dinë të tjerët. Aleksandri nga cili vend vjen në Shqipëri? Unë origjina ime është nga fshatet e Beratit dhe jam shpërngulur në diku të viteve 89 në Lushnjë. Do të thotë ke lind në Berat, Kam lindur në Berat, pastaj je zhvendos në Lushnjë. në Lushnjë. Po. Lushnja dhe Berati Janë diku 39 kilometra, 39 ose 40 kilometra. diku nuk janë- 30 minuta, 35 minuta kohë. Vendlindja në Berat, pastaj vendosja në Lushnjë. Ishte në moshën 13 vjeçare kur u zhvendosën nga Berati për në Lushnjë. Po, Pastaj 2 vite jetove në Lushnjë, në Lushnjë, po, Dhe- dhe pastaj ka emigrova për me Greqi. grove do të thotë moshën 15 Aty vjeçare. filloi ajo udhëtimi i gjatë dhe i vështirë. Rrugtimi jetësor, Nga jo Greqia, i lehtë. pastaj arritëm të ikim nga Greqia shumë vite. Do të flasim jetuam, për këto, po. do flas për këto, kështu që arritëm pastaj. Pra, Aleksandër Ziso na vjen nga Berati, më konkretisht Lushnja, në një vend afër Beratit, në një distancë 40 kilometra. Faleminderit edhe një herë. Tema është migrimi, do të flasim, besoj që kemi çka flasim, sepse ju pak vite edhe ti jeton jashtë Shqipërisë. Po. Faleminderit edhe një herë për ftesën, do kemi një vazhdim të mirë edhe rrëfime interesante. Baka shumë e dinë se çfarë bëhet fjalë në podcastin tim, dua t'ju tregoj shikuesve dhe gjithë shqiptarëve që kur jemi taku në fillim e kemi pas shumë problem me u kuptu me Aleksandrën. Po, ishte. Dhe po e mira ishte që nuk na u dash përkthys dhe por disi u kupteshim. Tani nuk Ajo e është di, a janë rëndësishme. përmisu na kë, por kuptuemi tani shumë mirë dhe kalojmë shumë mirë me njëri tjetrin. Është e vërtetë kjo gjë. Tema kryesore është që migrimi, që mu gjithmonë më ka interesu edhe prandaj edhe kom fillu këtë podcast, është sepse jo i lehtë. Ne si shqiptari jemi detyru me dalë prej nga vendi jonë, dhe prandaj këto detyrimet nuk janë të lehta, edhe kom pas gjithmonë dëshirë me ju dhënë hapësirë njerëzve me u shpreh, për shembull për shkak sepse ti jesh në mërgjimtar nuk është e lehtë, vetëm ata që janë mërgjimtar e kuptojnë. Dhe gjatë këtyre viteve nuk më ka taku shumë njerëz që kanë historia të ndryshme. Prandaj edhe kemi hap këto. Dua ti kur ke dalë nga Shqipëria për herë të parë. Dhe arsyeja cila ishte? Për herë të parë kam dalë nga Shqipëria për arsye ekonomike. Në atë kohë ka qenë viteve 94-95. Edhe si të gjithë në Shqipëri iknin, ishte ajo vala ikjes dhe boshatisjes së Shqipërisë, gjithashtu vazhdon kështu të dite fatkeqësisht. Por për këtë gjë unë jam larguar edhe kam vajtur në Greqi. Sa vjeçar ke qenë? 15 vjeç. Të më thonë 15 vjeçar ke dalë nga vendlindja, Po, jo me dëshirë, thjesht ekonomike, ka qenë arsyeja, që do të thotë nuk ti ka afru shteti në atë kohë dhe ti e detyru për një jetë më të mirë me dalë në një vend tjetër. Po, Dhe destinacioni i parë prej Shqipërisë ishte Greqia. Greqia ishte destinacioni i parë. Atë kujtohet momentet kur ke dalë ose para se me dalë. Po, A është e vështirë apo si mendoje do të thotë në atë kohë, ose prindët, reagimet e prindëve si kanë qenë në atë kohë?
Se edhe i mosh i ri, do të thotë. Fatkeqësisht, në atë kohë kur unë kam ikur, nuk i kam thënë prindërve, kam thënë që unë do ikit e motra, edhe atëherë unë kam ikur Po, në normal. fshehtësi, sepse Ka nuk qenë një farë frikë gjithmonë, edhe te ne ashtu e prindërve që mos ta dinë. dinë. Sepse te ishtin dhe, si ta them, unë ishte një rëmuj midis kufirit ton dhe midis kufirit në Greqia, domethënë ishte shumë e vështirë. Domethënë në mënyrë këtë ilegale. Unë kam hyrë, kam ecur me kam, domethënë. Me kam, edhe për të para kam bërë gati 5 ditë. Do të thotë prej Shqipërisë me kalu në Greqi. Po, nga kufiri i Shqipërisë, domethënë përgjithësi kam ikur nga Saranda, në Konispoli. A ishe, sigurisht nuk e qenë i vetëm, ke qenë me njerëz të tjerë. Po, kam qenë me njerëz të tjerë, kështu që ajo ka qenë ikja e parë, edhe vështirësia e parë, domethënë që unë, kur bëra ecjen, ishte që unë po iki, domethënë me një vështirësi dhe me një gëzim, por kur vajt hande u dëshpërova, sepse pash ato vujtjet e mëdha që kishin rrugës, me një veshje shumë të dobët, si e mbaj mend deri tani që ka qenë dimër, domethënë ka qenë në 10 dhjetor të keqen. Edhe shumë e menduar. Po. Edhe binte shi ftohtë. Po do thotë ishte 5 ditë rrugtimi nga Shqipëria. 6 ditë. Dhe u vendosën në? U vendosa për të parë isha në diku në Agrinjo. Për të parë. Aty takova shqiptar, kishte shqiptar. Aty takova shqiptar të tjerë. Po, edhe fillova punë bujqësi, me sa më mend. Po. Sigurisht, puna ka qenë primare përveç leje qëndrimit, por para se të vijë leje qëndrimit prapë se prapë njeriu duhet të ketë një ekonomi për të blerë ushqime, për të blerë gjëra të cilat sigurisht ajo ishte pjesa për mbijetesë, faktikisht nuk ishte vetëm për mbijetesë. Edhe përgjithësi flinim jashtë. Wow. Dhe më thonë nuk e pas as banem, as ke pas njerëz që i ke njohur. S'kishe mundësi të kishe banesë, nuk kishe mundësi. Thjesht në atë kohë, domethënë si unë, edhe të gjithë të tjerë, flinin për ato stallat që kishte Greku, domethënë për arat, për to. Edhe disa i paguonin ato. Do të thotë edhe me pagesë kanë pasur prej domethënë ishte kushte shumë të keqia. Po, natyrisht. Kjo ishte ajo që ne kemi përjetuar. Jo vetëm unë, por shumë të tjerë. Pastaj. Dhe do të thotë prap njëjta situatë, ditat ëndra për të shkolluar, për të punësuar në Shqipëri, ishin të vështira. Dhe u detyrova prap me dal. U detyrova prap me dal, kështu që Mbas sa kohë dole? Tentimi ka qenë të paktën 5-6 herë, por më në fund pastaj pa që kisha vllajën tim e kisha në Greqi, kisha ikur në atë parë, domethënë na edhe njëshin. Edhe atëre e kuptoj që unë nuk do rrijem në Shqipëri, kështu që erdhi edhe kam ikur me vllajën tim me një taksi bashkë me kunatin tim. Në ka ardhur aty ku kam qenë fillim fare në Agrinjo, ai na erdhi na mori në kufi, domethënë. Ajo është një gjë e mirë e grekëve, domethënë, sepse ka dhe njerëz të mirë. Kështu që erdhi në kufi, na mori, mua që po ta kapni policia, ata kishte probleme të mëdha sepse bënë transport, njerëz domethënë pa dokumenta. Natyrisht. Po, do kishte pasojë, kështu që ai erdhi na mori. Thjesht sepse kunatim ka punuar atje. Do të thotë janë njëftë me vetë dhe kanë dalë për të ndihmuar ty. Dhe sa ishte ajo koha, do të thotë mbas sa kohë the dole prap herën e dytë? Sa qëndrove në Shqipëri? Mbas brenda tetimit që ka bërë 2 muaj për 2 muaj, 3 muaj, pastaj ka qenë behar, domethënë mbas 6-7 muajsh duhet. Do të thotë prap në Greqi u largova. Greqi, pastaj ka mbajtur. Ai ishte e fundit, ka mbajtur në Athinë pastaj. Nga Athina aty jam. Po thosh jam stabilizuar. Aty do të thotë vazhdove jetën nga fillimi, nga fillimi i ri, do të thotë, mund të them kështu, dhe
qëndrove, jetove 20 para shumë vite derisa u erdhën në Suedi. edhe në Sa vite? Duhet jem bërë diku nga 95 të flasëm, 94 ra gjysë, 95 në diku aty, deri në 2015. 2015 do të erdhën në Suedi. Pa, Sa ishte e vështirë jeta për ato kohë në Greqi, larg familjes, larg vendit, edhe pse ti ke dalë moshë re, faktikisht ti në një farë formë je rrit edhe je pjek në Greqi. Greqi. Do të thotë është një farë një vendindje e dytë. Familja, pastaj reagimet e tyre, shoqëria. Çka kem pas në mendjen tonë gjatë asaj kohe përveç punës, shkollimit, natyrisht edhe me jetu, si të gjithë tjetër, shka ti. po, në pikë parë, domethënë, të gjeja punë, edhe të vazhdoja një jetë normale dhe të studioja. Kështu që gjua ime në atë kohë ka qenë në fillim në anglisht dhe italisht pak. Edhe ashtu komunikoja. Por, unë ajo që ishte miri në atë kohë, edhe mosha bën që të mësosh gjuhën sa më shpejt. Unë gjuhën e kam mësuar brenda 3 muajve, që flisja, komunikim. Është shkoj në shkolla, po thjesht Jo, kontakte me thjesht njerëz. kontakte me interesim njerëz me- dhe interesim me- dhe e-mails. Përmes programet të libra, ku diun në radio. Përmes Si që programe bën edhe televizive që kishin, thjesht dëgjoja edhe kontakti me njerëzit që mundoshem të flisjem. Kjo ishte ajo. Në atë kohë nuk ishte as libra për kthimi, as gjë. Nuk ekzistonin. Okej, po pastaj ti edhe studiove edhe punove. Pastaj unë, po, studiova, kam marruar, po thosh shumë shkolla, shumë, domethënë ka qenë përpara fizioterapia, nuk e përfundova të gjithë sepse ishte për shkollë private. Pastaj kam vazhduar për inxhinier informatikën, domethënë. Atë e përfundova, diku 3-4 vjet. Sigurisht të gjimnazin atje kam përfunduar në Greqi. Edhe pastaj duke punuar, edhe duke vazhduar të pjesën e studimeve, pastaj mbarova edhe për kuzhinier sepse ajo ishte pasioni im, edhe sot dhe kësaj dite këtë vazhdoj. Punon si kuzhinier. Kuzhinier. Pjesa kryesore që mua më intereson është malli për të jetosh në Mergim, do të sigurisht e ke mallin për familje, për vendin tënd, pastaj edhe ëndrat që ndoshta një ditë më u kthy, pastaj shoqëria që i ke lënë atë kohë atje, ato ndjenjat, ato përjetimet gjatë atyre vite dhe të larg nanës, babës, vëllezërve. Çka të kujtohet, si e ke përjetu këtë pjesë? Në atë kohë, kur ishte kohë vështirë, ishte nga dyja kohë, sepse dhe Shqipëria përjetoi një luftë civile të viteve 97, një luftë civile deri në 99. Gjithashtu dhe Kosova filloi luftën atë kohë. Po. Dhe ka qenë një vështirësi sepse nuk kishim mundësi as kontaktonin, nuk kishte telefona siç jemi në këtë kohën e sotshme. Po, normal. Kam qenë pak kontaktuar me prindë mi diku te 1 vit e gjysmë. Nuk mund të flisja dhe nuk mund të vija mbrapa, të kthehesha mbrapa sepse ishte ajo koha e luftës civile në Shqipëri që ishte shkatërim total i Shqipërisë. Edhe ka qenë e vështirë, shumë e vështirë. Sa ishte koha më e gjatë që nuk u ktheve përsëri në Shqipëri për të vizituar familjen, Shqipërinë, Beratin, Lushnjën? Diku te 2 vite e gjysmë. 2 vite e gjysmë. 2 vite e gjysmë, 3. A ishin të gjata ato? Në atë kohë unë punoja dhe isha shumë i angazhuar, edhe isha dhe i ri, të njëra nuk më dihet ai shumë si malli, vërtet ishte malli, po ishte edhe kur më angazhohesh, ke shumë angazhime, ishte edhe nuk edhe e mendon shumë, Mendon natyrisht. shumë. Do të thotë sepse sa më shumë që të angazhohesh në diçka dhe mendimet janë më të vogla. më të vogla, ashtu.
keshe shoqëri ato shqiptar, ka shumë që jetojnë atje. Po, shqiptar, kisha më dhe njerëz të mikë, kushurin, Do të thotë ato kishim tin shoqëri, moshën 15 po. vjeçare, sikur vendlindja e dytë ato. Po, bë aty unë formova veten time, sepse njerëzit kur vejnë në moshën 18-19 atëre fillon që formon natyrisht. Veten tënde, formon të gjitha ato që ti do në jetë. Atë është udhëzimi i parë. Dhe 2015 do të thotë ishte vendimi që morë për të largu nga Athina në një vend tjetër në Suedi. Po. Cila është arsyeja tani nga Greqia për të ardhur në Suedi? Arsyeja ishte një vetme, sepse Greqia përjetoi një krizë ekonomike duke filluar nga 2010 deri në 2014-2015, ka qenë krizë ekonomike. Unë nuk e ndjevaj shumë, sa ta them të drejtën, por unë shikoja gjithmonë në një hapësirë shumë të lartë, kështu që do të vendosjan për familjen, se nuk ishin një të ardhur për familjen në Greqi. Do të thotë e mendoje familjen. Po. Për pas ardhur për familje, po, një stabilitet për familjen. Mjaftueshëm në Greqi. Po, një stabilitet për familjen. Po. Sepse në Greqi nuk ishte atë stabilitetin, nuk i di ç'do bëhesh. Unë kisham krijuar pjesën time atje, të gjitha kisha krijuar, kështu që nuk i kisham dhaq të vështirë si disa të tjerë, sepse mbarova shkollën, kisha një punë të mirë, kisha një organizim ndaj vetes, shumë gjëra, por mendoja për fëmijët dhe familjen, që këtu ka një të ardhme. Dhe u vërtetua që është. Po mos të kishte ato probleme ekonomike Greqia në atë kohë, mendon se do t'ja dilje prap, apo thjesht gjithsesi ma mirë Suedia? Besoj se mirë Suedia. Natyrisht, pjesa e Greqia në fakt është pak a shumë pjesë e Ballkanit edhe mund të ketë pas punë më shumë se në Shqipëri dhe në Kosovë. Po, sigurisht që ka. Pa dyshim, por ndoshta një standard i jetës nuk është aq i lartë sa që është në vende nordike. Në Suedi për shembull. Po, në vende nordike. Shkoje në Shqipëri shpesh kur ishe në Greqi? Pasi u pajisëm me dokumenta, po. Ajo ka qenë një vështirësi e madhe për të gjithë shqiptarët, për të gjithë emigrantët që ndodhen në Greqi. Dhe kjo vazhdon nëse të kësaj dite e njëjta gjë. Do thotë 2 vite e gjysmë tha ke prit derisa ke marrë dokumentet, edhe nuk ke pas mundësi me shku në Shqipëri sa ishe në Greqi fillimet. Jo, atëherë nuk isha mundësi se dokumentin unë kam marrë diku te që u hapën dokumentet për të gjithë emigrant në 2000 diku në 2000. 2001 diku ose mbaj mend. Do thotë deri në atë kohë nuk e pas mundësi me shku lirshëm në Shqipëri. Jo, s'ke patë mundësi. Një legalisht, fuqim legalisht. Po si sigurisht edhe në moshën më të re atëherë edhe prind kanë pas reagimet më ndryshe. Si kanë qenë reagimet e tyre? Atë kanë brengos, do thotë mungesa e tyre ose kur ata e kanë shpreh, do thotë që sigurisht ishte mungesa si nga ana ime dhe nga ana e prindërve, sidomos nga prindërve, sepse nuk i dini çfarë ishte në kraun. E dini domethënë çfarë bëhesh, çfarë ashtu, por sigurisht ishte mallëgjim i madh dhe kur vinjam nuk i thoshe që do vinjam, sepse nuk doja të mallgjeshin. Kur ikam prap nuk i thoshe datën e saktë. Sepse nuk doja që të vërzisja, kështu që ishte ajo problemi, domethënë, por kjo ishte jeta, kështu që kjo ishte jeta dhe nuk ishte mundësi, për shembull, që të rija aty dhe të bëje në diçka ndryshe. Pastaj erdhe në Suedi. Prap një vend i ri, një gjuhë e re, një kulturë e re, a pa të vështirë me fillu një jetë të re në Suedi, duke marrë parasysh se
që në Greqi je adaptua atje paka shumë të jetosh Po, larg vendlindjes, pastaj të jetosh në një vend tjetër nuk do të janë vështirësitë e njëjta, Po, sikurse që ja. kanë qenë nga Shqipëria në Greqi. Për mua ka qenë një emigrim i dytë. Emigrimi i Por dytë. emigrimi i dytë që ka qenë për mua ka qenë dhe një unë e dija çfarë do gjeja. E dija vështirësitë, kështu që isha i përgatitur për atë. Do të thënë ishte më të veditur. Ishte edhe një moshë që unë i kisha krijuar disa kushte. Nuk është vetëm ky ishte një plus për mua. Kështu që edhe kur erdha këtu kam ardhur me punë direkt nga Greqia këtu. E mbaj Në mend të se dallim i madh, se nga Shqipëria ke dalë më shumë të re, Po. pa përvojë pune, Pa pa përvojë. shkollim, ndërsa nga shkollim. Greqia i ke pas të gjitha, thuajse, shkollën, Me përvojën e shkollë, punës, përvojën e punës, pastaj një gjuhë komunikimin tjetër, në anglisht. komunikimi. Kjo ishte që këtu ishte shumë mirë sepse këtu ku komunikoja me në anglisht. Anglisht, po, që e di, nuk është të lashe. Dhe të thotë, edhe kjo ishte përparësia që ti njefshe anglishtën dhe në Suedi u inkuadrove apo u integrove, po them Integrova kështu kushtimisht me shpejt. një herë, për shkak se di gjuhën ishin marrëdhënie pune, pastaj edhe Marrëdhënie pune. edhe në jo probleme me qëndrim. Jo problem me qëndrim. Jo, kjo është sepse pastaj edhe banime nuk e ke pas problem për sikurse që ke pas në fillimet Po. në Greqi. tu ishte shumë- isha shumë më ma lehtë. përgatitur. Kjo është ajo. Po si ndjehesh tani në krahasim me është ndjenjë e njëjtë me Greqinë në Suedi? E ndjen Shqipërinë njësoj si nga që si këtu apo ndoshta këtu vendet nordike janë pak më larg, më të ftofta? Mendon se tani është një mergim pak më i rënd apo më i thellë apo më gjatë, mund të them kështu ndoshta apo njëjta ndjesi sikur se kur ke qenë në Greqi? Nuk është një gjësi, sepse këtu unë do të thash që kam ardhur i përgatitur në emigrimin e dytë, kështu që e dija vështirësitë dhe kam ardhur direkte, unë kam ardhur me familjen. Kjo është një pjesë më e mirë dhe më e lehtë nga ana e emigrimit të dytë. Të parë, është më lehtë tani. Kështu që u ambientova, Marrëdhënie pune, marrëdhënie pune, edhe banimin, po. banim, gjitha këto. Sigurisht pastaj njoh edhe shqiptar, gjithashtu edhe ty. U takuam edhe ne po. U bë më e plotësuar, mendoj. Sigurisht që është më larg vetlindjes, e ndje më shumë, por mendoj se kjo është. Shkon në Shqipëri shpesh? Shkoj në Shqipëri shpesh. Jepet mundësia. Të mungon Shqipëria? Më mungon, por e drejta është sepse unë jo ambientova në emigrim dhe të them që më mungojnë, sigurisht më mungojnë. Por derisa tani për shembull prindrit nuk jetojnë, nuk është aq mungesë e madhe. Është mungesë vetëm për vendin, por jo më për prindrit. Kështu që është çike vështirë të kur sa ishin prindrit të thotë të jetë, shkoj më shpesh, më me shpesh, dëshirë, më dëshirë. Tani është zbej pak. Në zbej pak, kjo është e vërteta. A mendon se është si qytetar i Shqipërisë të është bëne pa drejt nga shteti për ku ke lind që nuk t'i ka afru kushtet dhe i detyru me dalë jashtë moshë që shumë të re? Po sigurisht që është bërë një pa drejt, sepse nuk kemi punuar neve për të rregulluar sistemin që kanë krijuar dhe vazhdojmë akoma të mbështesim sistemin që kanë krijuar si e duan vetë ata, politikanë që janë atje. Kështu që mendimi im është do të rregullojmë veten, të mendojmë kush është e mira për veten tonë, që të rregullojmë sistemin në Shqipëri për gjithë shqiptarët. A ke momente të caktuara sigurisht që mund të kesh edhe mendime po të ishe në Shqipëri?
A do të ishte jeta, si do të ishte jeta e Aleksandrit? Po mos dilje në Greqi në atë kohë. Mendon se do të ishte e vështirë? Apo ke menduar ndonjëherë po pse dola ose mirë bëra që dola? Atë nuk mund ta mendoj për shumë, po të ishem atje. Nuk mundem. Nuk e ke menduar Nuk e fare. kam menduar, sepse i ka Ke dalë më shumë 14 edhe e gjysmë, mosha edhe e kështu re. që Mm. unë domethënë përjetova jetime, u formova edhe mentalitetin tim e formova në emigrim. Kështu që është vështirë të mendoj për shumë po të ishem atje. Ato të cilat nuk e pas edhe mundësi me mendu shumë sepse ka qenë një moshë shumë e re, pastaj siç e the e formu në Greqi dhe ndoshta mund të kesh mendime shumë më tepër për moshën kur ke ardhur në Greqi, sepse aty e formu dhe aty ke kriju shoqërinë, shkollën, mësimet, punën, gjitha ato ke filluar jetën. Natyrisht, por kur shkon në Shqipëri, a mendon se si ndihesh? Si njeh njerëz atje? A ke kontakte? Faktikisht kam njerëz sepse kam motor vllajën atje. Po Përveç familjes po mendoj, a ke njerëz të cilët mund t'i takosh për shembull si ndjehesh? A mendon se është ke pritje e mërgëmtarëve atje si duhet? A ndjen vetveten se je në Shqipëri apo musafir edhe atje? Sigurisht që ndjej vetveten edhe mbushesh kur je në vend vet. Por unë kur vet atje nuk kam domethënë shokët që kam patur nuk janë, disa nuk janë, disa janë Kanë dalë edhe ata, kanë dalë ata, kështu që është çik është e vështirë të gjesh kur vetë e shikon fytyra të reja, domethënë brezi është jon, ka kaluar një brez tjetër, brezi i ka ardhur, thjesht je ti çuni filanit o fëmija filanit. Kështu që kjo është ajo. Do të thotë nuk këtu edhe e bëjnë që mos që ndoshta edhe gjatë me pushim atje. Nëse nuk ken ndonjë plan për të vizituar ndoshta qytete të tjera. Po ndoshta edhe në një moment e ke menduar që mos t'ishe dal në atë moshë në Greqi dhe tani në Suedi. Kur i takon njerëzit atje në Shqipëri tani për shembull, ose ata që pak a shumë që i njeh. A mendon se je kompletu se Aleksandër je ma ndryshe, je ma i pjekur, je ma i përgatitën për jetën, pse ke jetu jashtë? Sigurisht, sepse këte e shikon, më thënë, emigrimi të bën që ta shikosh me kënd tjetër jetën. Të bën që ti të përgatitesh, të jesh më i rrept me veten. Të shikosh përparësinë, sepse ky është emigrimi. Të përgatit më shpejt se ti. Sose që ndoshta ke mujtë u përgatit në vendin tënd atje. Po, kjo është të përgatit si për të bërë ekonominë, të përgatit për dijen, të përgatit për shumë gjëra. Sepse për ndryshe pos nuk je i përgatitur për këto, nuk mund të jetosh. Futesh në rutinën e shumë gjërave. Po në Shqipëri, mendon se po funksionon mirë gjithçka në Shqipëri, për shembull, mendon se ndonjëherë për të kthyer ndoshta, apo thjesht nuk mendon fare hiç? Si është e Shqipërinë tani do të thotë? Mendon që Shqipëria është zhvilluar, njerëzit kanë ndryshuar, a do të kishe imagjinu vetveten që të kthehesh në Shqipëri me jetu, po ta kishe një punë, për shembull, në profesionin siç e ke këtu tani, si kuzhinier. A mendon në një moment, apo thjesht je adaptu me jetën këtu edhe ka ndodhur çfarë ka ndodhur tani, vazhdon jeta këtu, por me vizita të herpashershme edhe atje? E drejtë të them unë po vetë në Shqipëri do filloj emigrimin e tretë. Edhe më të vështirin. Kështu që sepse, pse thua më të vështirin? Sepse do fillosh nga fillimi, edhe është e vështirë të adoptohesh në një vend që ka tjetër rutinë.
Dallon domethënë shumë një rutina jetësore me Shqipërinë sipas teje, sipas përvojës tënde. Mendimin tim dallon shumë. A mendon që atje do të ndryshojnë gjëra shumë për ndoshta një stabilitet ose një siguri për jetesi që është në Evropën tonë? Jemi larg? Jemi shumë larg. Shumë larg. Jemi shumë larg, kështu që rutina e tim. Edhe këto ndoshta vështërsojnë, se sigurisht. Mendimi im është që po të filloj të bëj një emigrim të tretë, sepse për mua është emigrim prapë Shqipëria. Nuk është e lehtë. Mund të jetë vendihim, por unë jam akoma i huaj atje. Cila është arsyeja, cila është një arsye që mund të bën pengesë mas tepër me kur dikush thotë pse nuk kthehesh në Shqipëri? Cila është një arsye që mund të kishe marrë një vendim për të kthyer në Shqipëri? Është puna, është siguria, është ndoshta edhe mentaliteti pak, sepse dallon shumë mentaliteti edhe në Shqipëri, në Kosovë, krahasu me vendet e Evropës. Janë të gjitha ato që the. Është puna, është mentaliteti, është edhe jetesa që ne kemi bërë këtej, tjetër jetesa është atje. Me jetesën që kemi këtej ne kemi shumë rregulla. Atje nuk mund të kemi të njëjta rregulla siç përjetojmë këtej. Dhe ky është një vështirësi për neve. Mentaliteti që kanë këtu. Interesante. Sigurisht që për këto vite që ke qenë jashtë, ne mund të flasim edhe shumë gjëre gjatë si thojnë, por paka shumë më përpiqa me marrë informacione dhe ne rrethim për mënyrën kur ke dalë, si ke dalë, reagimet e prindve, pastaj ndjenjat, mendimet e tua në atë moshë të re, pastaj fillimet në Greqi, lëvizja në këtu në Suedisë fundi, vizitat në Shqipëri, edhe si person ndjehesh i plotësuar si shqiptar që je këtu jashtë, edhe në aspektin edhe familjar, mendon se është jeta jote tani në rregull, mirë, ke arrit me stabilizu jetën tënde në shumë aspekte, për shembull, normalisht që këtu kem punën, e kem sigurinë, por edhe në aspektin profesional, edhe mendon që ma thjesht ndjehesh i plotësuar, a thu, mirë është, mirë ka shku, pavarësisht vështirësive. Është një jetë mirë tani për Alisandrin në Suedi? Varet që kërkon çdo njeri, për mendimin tim është për shkak që ndihesh i plotësuar. Njeriu nuk ndihet kur i plotësuar. Diçka do i mungojë. Është në DNA-n e tij. Por mendimi im është që unë për ato që unë jam munduar, i kam arritur disa qëllime që unë kam vënë në pikësinim. Kështu kjo është e rëndësishme. Po. Se për mua kjo është e rëndësishme, dhe ato qëllime që u kam menduar, i kam realizuar diku për afërsi. Kemi folë edhe për Kosovë para se ta vizitoje vitin e kaluar. Ke vizitu Kosovën, tani edhe ke mendime edhe pak më ndryshe sa kemi bisedu. Dhe të ke plan me shku këtë vit në Shqipëri edhe në Kosovë, apo si ke mendu? Kam plan këtë vit të shkoj prapë në Shqipëri, edhe në Kosovë. Ka pëlqyer Kosova tani më tepër? Ka pëlqyer, unë kam qenë 2 herë, domethënë, edhe mund të jetë kjo e tretë që jo vizitoj, po dhe në fakt 2 herë pas ke qenë në Kosovë, edhe e herë. Po, dhe do rri. Okej. Kjo është mirë shumë, do të sa më shpesh me shku, mund të jap kurresht, mund ta krijat kurreshtin më të madhe për ta vizituar edhe më shpesh, ndoshta edhe nitja edhe më kthy pse jo, sepse e fundit pavarësisht një rahatije, mund të them kështu që kemi këtu, edhe atje mund ta krijojmë ndoshta nesër pas nesër, pse jo, pavarësisht që edhe atje nuk janë ndoshta kushtet siç i kemi këtu. Çka do të kishe thonë për ka tani edhe nga Shqipëria dhe nga Kosova që dalin jashtë në për vende të ndryshme të Evropës edhe të botës, me arsye të ndryshme, por kryesisht janë edhe ekonomike. A do t'i kishe dhënë këshill, për shembull, ndoshta ndinep ose një mbese jotja në Shqipëri që do të kishte pyet çfarë më sugjeron Aleksandër?
A do të kishte thonë që del jashtë për shembull Shqipërisë, ndërsa dikush kishte me ty. Emigrimi që bëjnë tani të rinjt, është një ndryshim i madh me neve që kemi bërë emigrimin e parë. Kemi bërë përpara. Tani emigrimi i njerëzve quhet emigrimi modern. Arsyeja janë të njëjta, ekonomike, edhe për një jetë më të mirë. Por njerëzit që janë tani janë më të shkolluar, pak më të përgatitur. Edhe emigrimi më i lehtë. Emigrimi më i lehtë. Lëvizjet më të lehta, komunikimi. Edhe është mundimi më i lehtë. Por mos të mendojnë sepse do gjejnë. Ashtu si e mendojnë. Ashtu si mendojnë një fushë me lule. Asnjë nuk do ketë fushë me lule. Sakrifica do jetë shumë e madhe sa që mendojnë. Më shumë e madhe se i mendojnë. Edhe do ketë disfata. Kështu që duhen të jetë përgatitur për ata që do bëjnë. Edhe pavarësisht sot do të dalin edhe në vazhdim me sipër edhe në ardhmen për një gjë kemi dëshmuar të ndohet edhe ata tani kanë shumë më lehtë edhe mësimet nga na që nuk kemi dorëzuar kurrë edhe jemi treguar edhe ashtu pak a shumë historikisht që ne nuk kemi dorëzuar pavarësisht sfidave që kemi pas. Kështu që edhe ato vështirësitë që ne kemi pas, ata do të kenë shumë më të lehta në shumë aspekte. Por e fundit çdo kush vendos për veten e vet dhe jetën ashtu siç mendon që është më mirë. Ishte kënaqësi që bisedojmë bashk për këtë pjesë. Nëse mendon që ke nevojë me thonë diçka, edhe se kom prekun lirish thuje, por ndryshe apo mendon se ke thonë diçka që mund të i përket gjithë kësaj teme që folëm për migrimin, apo ke dëshirë me thonë diçka tjetër? Po kemi shumë për të thënë, por puna është që do herë tjetër sigurisht. Do herë tjetër sepse në gjithë këtë jetë që kemi përjetuar në emigrim nuk përmbledhet vetëm për një orë ose është vërtet disa minuta. E vërtet është, kemi shumë për të thënë. Faleminderit atëherë shumë që ke qenë me mua sonte. Shpresoj që sadopak ta kom jap një mundësi për të thënë diçka që ndoshta nuk e ke thënë më herët publikisht dhe sadopak një mesazh për të tjerë se çfarë do të thotë të migrosh në moshë të re, sikur që tani te një rast shumë i veçantë, sepse në moshë shumë të re, dhe të kemi përcjellë një mesazh sadopak tek të rinjët, kryesisht që unë mendoj shumë që do të kenë sadopak një informacion për ne se cilat ishin arsyet që dolëm nga vendet tona dhe pse cilat janë arsyet që tani nuk kthehemi ende në vendet tona. Po ty të faleminderit për këtë rastin edhe që të shprehemi, aq sa kemi mundësinë dhe kohën. Faleminderit shumë. Atëherë të gjithë ju dëgjues, shikues të podcastit tim Zëri i Mallit të Sakrificës, shpresoj se sadopak mund të kem përcjell një mesazh tek të rinj, të cilët unë kryesisht i mendoj për mënyrën tonë se kemi dalë në vend nga vendlindja dhe arsyen, por njëkohësisht edhe jetesën si e bëjmë këto. Kemi shumë gjëra për të thënë edhe shpresoj që do t'i them në podcaste tjerë në vazhdim. Uroj që t'jeni mirë të gjithë, faleminderit që po na ndjekni edhe shpresoj që të shihemi me mërgjimtar të tjerë në vazhdim.